Gjykata e shkallës së parë ka vendosur lirimin me masën e sigurisë detyrim paraqitje për dy të rinjt Klevin Thepi 24 vjeç dhe Dorones Tokulla 19 vjeç, të dyshuar si organizatorët kryesor të rrahjes masive mes adoleshentësh, e ndodhur disa ditë më parë në qytetin e Shkodrës, pranë shkollës së mesme Shena Zejuka. Ngjarja përfshiu rreth 15 të rinj të ndarë në dy grupe, kryesisht 17 dhe 18 vjeç, të cilët u konfliktuan fillimisht me grushte dhe më pas me sende të forta, ndërsa gjatë përleshjes është përdorur edhe armë ftohtë thik. Si pasojë e këtij konflikti, 3 adoleshentë mbetën të dëmtuar lehtë dhe u transportuan në spitalin rajonal të Shkodrës, ku morën ndihmën mjekësore dhe tashmë ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Sipas hetimeve, konflikti dyshohet se ka pasur zanafill një përplasje të mëparshme mes nxënësve. 19 vjeçari, identifikuar si Dorones Tokulla, dyshohet se ka shkuar në ndihmë të vëllait të tij, një 17 vjeçari, nxënës i shkollës Shena Zejuka, duke u përfshirë në përleshje së bashku me persona të tjerë. Pamjet filmike tregojnë momentin kur dy grupet bashkohen dhe nisin përplasjen fizike, e cila zgjat rreth 1 minutë përpara se të shpërndahen. Mëngjherë pas ngjarjes, forcat e policisë së Shkodrës dhe efektivet e njësisë Shqiponia ndërhyjnë në vendngjarje, duke sekuestruar kamerat e sigurisë dhe duke nisur hetimet. Fillimisht u arrestuan dy të rinj të dyshuar si organizator, Klevin Thepi dhe Dorones Tokulla, për 5 shtetas të mitur, 4 17 vjeçar dhe 1 16 vjeçar. U nis procedimi penal në gjendje të lirë.